Sot dua t'ju treq vëmendjen mbi dy vendime të fundit të qeverisë shqiptare, numër 844 dhe 845. Këto vendime synojnë të zgjerojnë të drejtat e pakicave kombëtare në vendin tonë. Në sipërfaqe çdo gjë në rregull. Këto vendime duken si një hap përpara për një shoqëri sa më të drejtë dhe sa më gjithëpërfshirëse. Por a është gjithçka kaq e thjeshtë? Me kaq sa e njohim ne këta tanët, a është çdo gjë kaq mirë e kopsitur dhe vetëm tejet pozitive? Apo shkojmë ne drejt një bashkëjetese më të fortë, apo po shkojnë drejt një përçarje akoma më të thellë? Në vendimin 844 thuhet: nëse një pakicë përbën mbi 20% të popullsisë në një njësi administrative, ajo ka të drejtë të përdorë gjuhën e saj në komunikim me institucionet. Edhe shumë do thonë, po kjo është drejtësi. Është thjesht e drejtë që këta persona të përdorin gjuhën e tyre, sepse me sa duket nuk janë shqiptar, janë diçka tjetër. Kështu duket, ë? A jemi të sigurt ne se kjo nuk do hap dyer për tensione të reja? A kemi menduar se çfarë do të ndodh nëse shumica dhe pakica nuk arrin të gjejnë gjuhën e njëjtë? Po sikur në vend që të afrohemi më shumë, kjo të jetë akoma një shtys që ne të përçahemi dhe të izolohemi më shumë nëpër pseudoflluskat nacionaliste. Le të shkojmë më tej. Ky vendim lejon që emërtimet e rrugëve, shesheve dhe institucioneve të jenë në gjuhën e pakicave. Në letër, kjo është një vlerësim goxha i madh, i shërben diversitetit, edhe mirëqenies që edhe ai të duket sikur po jeton në vendin e tij. Okej, por në praktik çfarë ndodh? Në një qytet ku tabelat janë në gjuhë të ndryshme, një administratë e detyruar të operojë me përkthime, kostot më të ishme. Normalisht krijon një entitet, një komunitet që e ka të pamundur të krijojë një identitet, edhe të krijojë, të kultivojë dhe të mirëmbajë një identitet kombëtar. Edhe lind pyetja, a jemi ne duke krijuar një Shqipëri më të fortë, apo jemi duke krijuar një mozaik të ndarë identitetesh, ku kombi është thjesht një bashkësi fragmentesh pa lidhje. Pastaj është dhe vendimi 845, i cili përcakton: kriteret për njohjen e një pakice kombëtare janë: një grup që përbën mbi 1% të popullsisë mund të kërkojë njohjen e tij. Dhe këtu lëm pyetja e madhe: kush e garanton që ky proces nuk do të kthehet në një vegël politike, valla? Kush na siguron ne që këto kërkesa nuk janë të fabrikuara? Se nuk është era e parë që ndodhi, mund të jenë fabrikime si të brendshme dhe të jashtme. Ne e dim shumë mirë nga kush rrethohemi. Më e rëndësishme është kush na garanton ne që ky vendim nuk do të shfrytëzohet për të minuar unitetin kombëtar, që është fragjil ashtu siç është, duke bërë Shqipërinë një biçim toke eksperimentesh, si politike si etnike. Dhe ajo çfarë mua më frikson jashtëzakonisht shumë është e drejta për tu vetë deklaruar pa qenë nevoja të kesh një dokument që të vërtetojë që ti në fakt nuk je shqiptar, po je një grek, je një serb, je një bullgar, je një mut, je një mace. Unë sot ndihem francez, pas nesër regjistrohem si spanjoll. Si i bëhet këtë punë? Ne duam një shtet të drejtë, ne duam çdo qytetar të ndihet i përfaqësuar, patjetër. Por drejtësia në një vizion kombëtar është tjetër. Është thik me dy presa kjo. Nuk duhet të harrojmë që duhet të krijojmë një sistem ku pakica t'i japi rëndësi vetes pa dëmtuar dhe pa hapur tunele në identitetin e gjithsesishëm kombëtar, që është e mira e përbashkët e atyre që kanë pasaportë shqiptare apo greke apo maqedonce. Në qoftë se ata janë shtetas të mirë, kjo duhet të jetë rëndësia e parë. E kupton? Në qoftë se kjo nuk është rëndësia e parë, që ata jetojnë mirë në një shtet që i pranon, atëherë mbase as nuk e meritojnë. Për këtë arsye, zbatimi i këtyre vendimeve duhet të shoqërohet me një vigjilencë ndryshe nga çdo tjetër. Është një rrezik jashtëzakonisht shumë i madh që po përballemi këto kohë. Duhet shmangur manipulimet dhe duhet të kemi një vëmendje të tejshtuar. Një komb është më shumë se sa një bashkësi njerëzish që i ndanë një territor. E kupton? Është një ndjenjë përbashkët, molla.
Është një identitet i përbashkët, është një synim i përbashkët për të ecur përpara, dhe nëse nuk e mbrojmë këtë, ne çfarë kuptimi ka pastaj? Për çfarë jemi duke bërë gjithë këto gjëra që jemi duke bërë? Unë pastaj hapi 10 pa lidhje. Prandaj, në një kohë të tillë ku na dalin petale dhe gjëmba trëndafilash që marrin vëmendjen e të gjitha ekraneve, të mos harrojmë që gjëra të tilla janë duke ndodhur në prapaskena, gjëra të tilla që mund të damkosin Shqipërinë përjetësisht, në mënyrë të parekuperueshme, mos e harroni këtë. Kështu që zonja dhe zotrinj, bëni kujdes, qëndroni të informuar dhe mos i lini vëmjet kanceroze t'ju diktojnë mënyrën e mendimit. Bu. CHI podcast.